a lejo do thot në islam të ketë rregullim të trashëgimisë, do thot rregullim të si theme të lindjeve. Në islam kjo gjë duhet të shikohet kështu. Nëse kemi të bëjmë do thot me ndërprerjen e lindjeve, thotë që për shembull muslimani thot do t'i kem 2 fëmijë, do t'i kem 3 fëmijë, do t'i kem 4 fëmijë dhe s'bëjmë, edhe ndali pas kësaj bërjen e fëmijëve, kjo nuk është e lejuar, kjo është haram. Nuk bën të bëhet. Mirë po nëse bëhet rënditjet apo rregullim kësaj, që do të kem shumë fëmijë çdo 2 vjet apo çdo 3 vjet, me lejet Allah subhanahu wa taala, kjo s'ka gjë të keqe në këtë punë. Nuk ka gjë të keqe në këtë punë. Mirë po jo të thuhet për shembull deri në këtë moshë do të bëj fëmijë ose deri në këtë numër do të bëj fëmijë. Jo, sa të ka jep Allahu subhanahu wa taala. Mirë po është e lejuar të rregullohet, do thotë çdo 2 vjet, çdo 3 vjet, që të ketë muslimani fëmijë. Mirë po edhe fëmia është dobi, fëmia është dhuratë nga Allahu subhanahu wa taala, fëmia është mirësi, fëmia është çdo gjë e mirë në jetën e muslimanit. Pastaj bota në këto momente ka nevojë për fëmijë. Gjitha vendet e botës në botë është duke rënë në mënyrë drastike popullsia botërore në të gjitha vendet e botës. Njerëzimi ka nevojë për fëmijë, e muslimanët janë alhamdulillah prej popullsive më aktive në botë, në popullsi. Prandaj edhe muslimanët duhet ta mbajnë këtë dhe të kenë sa më shumë fëmijë.